Me ndarjen e re territoriale, linjat e autobusëve kanë zgjeruar hartën e shërbimit brenda bashkive, duke nxjerrë jashtë loje vetëm në Durrës mbi 25 mjete furgon që operojnë në linjat e Sukthit dhe Shijakut. Prej ditësh, punonjës të policisë bashkiake të Rendit dhe Rrugores kanë nisur aksionin për heqjen e furgonave të linjave Durrës-Sukth dhe Durrës-Shijak, çka ka irrituar drejtuesit dhe pronarët e furgonave. Bashkia Durrësit i ka pruar autobuset e vet deri në Gjavzote. Ata nuk kanë asnjë aprovim nga bashkia që do vinë deri në Gjavzote. Me gjithë gru, me gjithë fëmijë, me gjithë të afër çat kem, se këtu hajmë bukë, jetojmë, hajmë priça bukë, me siguracione, me takse, me kolidime, me gjithë me çdo gjë, me parkinge, me lavazhe, me defekte. Me zi munohemi me mishë me shpirt me qiti qa bukë. Dalin gjithë pa punë, gjithë këtunët që vinë nga Monza, nga... A kupto? Nuk dalin vetëm ne pa punë tu. Se ai ka prunë gangsterra me armë, me gjone tu është këtu. Për që për gangsterra jemi edhe ne gangsterra, 10 milionë edhe kanë në rrugë. Se ne për 300 lekë kur thallë kolegu. Këtu nuk ka një nëmë se një babë. Këtu është gjithë i lloj. Kjo është një padrejti e madhe që bëhet, edhe këtu haj edhe unë dëmtohem këtu, nga Shijaku deri këtu. Sepse të vinë Gjavzote këtu. S'ka pse të vinë autobusët në Shtullës të vinë gargojnë këtu. Kjo është linja jonë, linja autobus Shijaku, nuk kam 44 vjet që e bëj ti. Sipas ligjit të ri për transportin publik, fundi dhjetorit është afati i fundit për t'u larguar i furgonave të linjave ndërqytetëse.